Të dashur dëgjues të Radio Maris, qoftë leftuar Jezu Krishti. Jemi duke u shoqëruar me emisionin Liturgjia e Fjalës. Ju ftojmë në vazhdim të ndiqni leximet të meshës së shenjtë të së dielës së Pashkëve, cikli A. Leximin e parë lexon Monika Jana Dushmani. Psalmin Simona Lekaj. Leximin e dytë Motor Irenea Lekaj. Ungjillin Emanuel Demaj dhe komentin e Ungjillit nga Dom Shtjefen Dodës. Hiri i Zotit qoftë me ju të gjithë. Lexim prej Veprave të Apostujve. Në ato ditë Pjetri mori fjalën e tha: Tani me të vërtet po e marr vesh se hyi nuk i mban kujt krah. Ju e dini çka ka ndodhur në mbar Juden, duke filluar nga Galilea, pas pagëzimit që predikoi Gjoni, se si hyi në Jezusin prej Nazaretit, e shugroi me Shpirtin Shenjtë e me pushtet. Atë që e përshkoi vendin duke bërë mirë e duke shëruar të gjithë ata që kishin rënë nën pushtet të djallit, sepse hyi ishte me të. Ne jemi dëshmitar për të gjitha që bëri në mbar krahinën e Judes e në Jerusalem. E vran duke e varur në shtyllë. Hyi e ngjalli të tretën ditë dhe bëri që të dëftohet i gjallë. Jo mbar popullit në përgjithësi, por dëshmitarëve për hyjtë të paracaktuar. Neve që bashkë me të kemi ngrënë e kemi pirë pasi u ngjall prej të vdekurish. Ai dhe na urdhëroi t'i predikojmë popullit e t'i japim dëshmi se Jezusi është prej hyjit i caktuar gjykatës i të gjallëve e i të vdekurve. Për të bëjnë dëshmi të gjithë profetët, në fuqi të emrit të tij i jepet falja e mëkateve secilit që beson në të. Fjala e Zotit. Kjo është dita e Krishtit Zot. Aleluja, aleluja. Lavdërojni Zotin, sepse është i mirë, sepse përjetshme është dashuria e tij. Le të thotë tashti Izraeli, Zoti është i mirë, e përjetshme është dashuria e tij. Kjo është dita e Krishtit Zot. Aleluja, aleluja. E djatha e Zotit u madhërua, e djatha e Zotit me lartësoj. S'do të vdes, të jetoj dua, do t'i kuptoj veprat e Zotit. Kjo është dita e Krishtit Zot. Aleluja, aleluja. Guri, që qiten jashtë përdorimit ndërtuesit. Erdhi e u bë guri këndit. Zoti e bëri këtë gjë. Sa mrekulli për sytë tanë. Kjo është dita e Krishtit Zot. Aleluja, aleluja. Lexim prej letrës së dytë të Shën Palit Apostull drejtuar Korintianëve. Vëllezër, po a nuk e dini se pak tharm e brumos mbar brumin? Pastrohuni prej tharmit të vjetër që të bëheni brum i ri, sikurse edhe jeni të pa brum, sepse Krishti që ngjyni pashve, tani më është flijuar. Pra, le të kremtojmë jo me tharmin e vjetër, as me tharmin e zemrës së keqe e të ligësisë, por me bukën e pabrume të pastërtisë e të së vërtetës. Fjala e Zotit. Prisi jetës vdekurra, por unë gjallë sundon anda. Dregoti, Omari.
Çka ke parë me ata sy? Kam parë varrin e Krishtit të gjallë dhe lavdin e atij që u ngjall. I pash engjëj dëshmitar, rizën petkat vëna pal. U ngjall Krishti e imja shpres, para u del rreth Galilesë. U ngjall Krishti për një mend, mbret fitues mëshirë për gjithkënd. Amen. Aleluja. Alleluja. Krishti i qenë gjyni i pashve është flijuar, prandaj le të kremtojmë në Zotin. Alleluja. Lexim i Ungjillit shehit sipas Gjonit. Ditën e parë të javës, në mëngjes, ende pa dalë drita, erdhi Maria Magdalen te varri dhe pa se guri ishte hequr prej varrit. Atëherë erdhi me vrap te Simon Pietri dhe tek ai nxënësi tjetër, të cilin Jezusi e donte dhe u tha: "E kanë marrë zotrim prej varrit e nuk dim se ku e kanë vënë." Atëherë dolen Pietri dhe ai nxënësi tjetër e u nisën drejt varrit. Vraponin të dy bashk, por ai nxënësi tjetër ja kaloi Pietrit dhe arriti i pari tek varri. Ai u përkul dhe pa pelhurën e vën aty, por nuk hyri. Ndërkaq mberriti edhe Simon Pietri që po vinte mbas tij dhe hyri në varr. I pa pelhurat e vëna dhe rizën që pati qenë në krye të Jezusit. Kjo nuk ishte me pelhur, por veçmas e palosur në një vend. Atëherë hyri edhe ai nxënësi tjetër që mbërriti i pari të varri. Pa e besoj, në të vërtetë. Ende nuk e kishin kuptuar shkrimin e shenjtë, se duhej që ai të ngjallej së vdekuri. Fjala e Zotit. Të dashur vëllezër dhe motra, Pashkët nuk janë thjesht një fest ndër të tjera, ato janë zemra e feston, themeli mbi të cilin qëndron gjithçka që besojmë. Siç thot Shën Pali, nëse Krishti nuk është ringjallur, atëherë feja jonë është e kotë. Dhe pikërisht këtu qëndron madhështia e kësaj dite. Krishti është ringjallur vërtet. Kjo festë nuk lind nga një gëzim si përfaqësor, por kalon përmes dramës së kryqit. Gëzimi i Pashkëve është gëzim i pastruar, i lindur nga sakrifica, nga dhimbja dhe nga heshtja e varrit. Prandaj është më i thellë, më i qëndrueshëm dhe më transformues. Leximi i parë ka të bëjë me dëshminë që lind nga përvoja. Në Veprat e Apostujve, kapitulli 10, shohim Shën Pietrin që flet me bindje të plot. Ai nuk jep një teori, por një dëshmi personale. Ai e ka njohur Jezusin, e ka parë vdekjen e tij dhe tani shpall se ai është gjallë. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Besimi nuk është thjesht një ide, por përvojë. Pietri nuk mund të hesht, sepse gëzimi që e ka përjetuar është shumë i madh për ta mbajtur për vete. Edhe ne jemi të ftuar të bëhemi dëshmitar, jo vetëm me fjalë, por me jetën tonë. Leximi i dytë flet për një jetë të re. Letrën e Shën Palit drejtuar Kolosianëve ose ajo e para drejtuar Korintasve na jepet një thirrje shumë konkrete: kërkoni gjërat që janë lart. Pashkët nuk janë vetëm kujtimi një ngjarje të kaluar. Ato janë ftesë për ndryshim të jetës. Shën Pali përdor një figurë shumë të bukur, ashtu si hebrejt në Pashkën e tyre largonin majan, tharmin e vjetër. Edhe ne jemi të ftuar të heqim tharmin e ligësisë dhe të jetojmë me sinqeritet dhe të vërtetë. Pra,
Pashkët kërkojnë nga ne një pastrim të brendshëm, një fillim të ri. Ungjilli flet për varrin e zbrazët dhe besimin. Ungjilli nga Gjoni Ungjilltar kapitulli 20 na çon te varri i zbrazët. Maria Magdalen sheh gurin e larguar. Pietri dhe dishepulli i dashur vrapojnë. Ata hyjnë, shohin dhe fillojnë të besojnë. Por këtu duhet të ndalemi. Ringjallja nuk është një rikthim në jetën e vjetër, si rasti i Lazarit. Është një kalim në një mënyrë krejtësisht të re të ekzistencës. Askush nuk e pa momentin e ringjalljes. Ajo nuk është një ngjarje e zakonshme historike që mund të fotografohet. Është një ngjarje e besimit. Prandaj dishepujt kalojnë nga konfuzioni në kuptim, nga frika në guxim, nga dyshimi në besim. Para pashkve, apostujt dishepujt ishin të mbyllur nga frika. Pas pashkve, ata bëhen shpallës të guximshëm. Çfarë ndodhi? Ata e takuan Krishtin e gjallë. Kjo është prova më e fortë e ringjalljes. Një grup njerëzish të friksuar u shndrua në dëshmitar që ishin gati të japin jetën. Pashkët sot, çfarë do të thotë për ne? Liturgjia e sotme nuk na fton vetëm të kujtojmë, por të pyesim, a ka ndodhur Pashka, kalimi, ringjallja në jetën time? Sepse shenja e vërtetë e ringjalljes është kjo. Kur njeriu ndryshon, kur mëkati e humb fuqinë, kur shpresa lind edhe në errësirë, kur falja bëhet e mundur. Siç thuhet në tekst, nuk mjafton të besojmë dhe të shpallim, por duhet të jetojmë atë që besojmë. Dhe kjo ka të bëjë shumë me Eukaristin, takimin me të gjallin. Pietri thot se ata hëngrën dhe pinë me të pas ringjalljes. Edhe ne bëjmë të njëjtën gjë në çdo mesh. Ne nuk e përkujtojmë një të vdekur, por marrim pjesë në jetën e të gjallit. Eukaristia është vendi ku ringjallja bëhet e pranishme sot. Cili është pra misioni ynë? Në fund, Pashkët na japin një detyrë të jemi dëshmitar, të shpallim me jetën tonë, të sjellim paqe, drejtësi dhe dashuri. Sepse Krishti nuk është ringjallur vetëm për veten e tij, por për të gjithë botën. Të dashur vëllezër dhe motra, sa herë që festojmë Pashkët, ne përkujtojmë dhe kremtojmë se asnjë varr nuk është përfundimtar, asnjë errësirë nuk është e përjetshme, asnjë mëkat nuk është më i fortë se mëshira e hyjit. Krishti është gjallë dhe kjo ndryshon gjithçka. Le të jetojmë si njerëz të ringjallur, me besim të gjallë, me shpresë të palëkundur dhe me dashuri që shndron botën. Gëzuar Pashkët. Dom Shtjefën Dodës, drejtor programi në Radio Marinë e Kosovës. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, patet mundësi të dëgjoni liturgjinë e fjalës, leximet e të dielës së Pashkëve, cikli A. Me ju ishin Monika Jana Dushmani, Simona Lekaj, Motor Irenea Lekaj, Emanuel Demaj, ndërsa komentin e ungjillit e dëgjuat nga Dom Shtjefen Dodës,
Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju dëshirojmë paqen dhe bekimin e Zotit. Qof leftuar Jezu Krishti.